E këm lexuar edhe shkrimet e profetit Muhammed. Isai, Isa alayhis salam. më shku me kronologji. Edhe profetit Muhammed, Alayhis salam. edhe çka më ka pëlqyer? Më ka pëlqyer se Ebu Bekri, zaventi i tij i parë, Shumë e vërtet. kur hyni në tokën e armikut, nuk duhet me ngus pleq, duhet me ngus plaka. A ashtu? Shumë e vërtet është. S'duhet me ngus morgj, s'duhet me djeg bereqetin, s'duhet me djeg urat. Për kundrazi, Osmanlia, gjon, mi tuk, zez, kalon pavon neve. 1910 e thëmë me përgjithësi. Ja ku a libri. Nga Kongresi i Berlinit. Derisa Hoxhefeli. Ara e shqiptarit mbetej anej kufinit. 1879. Shpia e ode e burrave me qëllim Majar Posha, turku jam e yti. Më thojza, i jam i jo. Ju ti the, unë s'thash kur gjë. Eta, kështë po thue, po unë po thëmë. Ja lente sërbin oden anej kufinit, nërsa për mjëdhe së burri ja vente kufinin. Që në gjona që rinia jonë, këta 33, duhet të mësojnë, jo me shkaktu rejqen ndaj turkut sëtë. Ja. Ajo është popull që ke miksët. Po. Bravo, kjo meritan dorat Prej shkupit. Aja kënënaj dërve shoqa thëtë se në Prishtin krisit topi. Jo s'ka kris në Prishtin heqë, se konga popullore lejon ato fiskultura me bon. Po ka krisin kulin. Edhe ai që ka gjuhë turkun ka qenë haxhi. Më ka thënë zonë profesori. Po haxhi me roj. Edhe që ka krye fakultetin. Mua më kanë kritikuar historianët pse po thua ti janë ul njerëzit në hu. Po mirë, Haxhi Sadrin ja kanë qitë turku, Osmanlia, se turku është ai pastaj 1910. Me hamur kufomën qatë në disë Prishtine. Haxhi Sadris. Apo? Po. Ti je historian. Po, e thoma përgjithësione. Unë s'po thoma, edhe tjetërin, shumë respektoj profesionalizmin. Burgjet. Më falë. E kemi një ideal i Ömer Prizrini. Pa fjesh. Ömer Prizrini është mëdërriz. është njeri me fakultet. Po turku e ka njek. 1881. Ka njek, edhe ka vdekën malëzi, 900. Nëse e morëm Haxhi Zekën, edhe ai haxhi, 1899. Edhe ato, turku, shkoll, edhe italiani, e kanë vrarë mbi dispeje edhe jalon shqiptarit. Unë e mbarova. Kthehemi përsëri te feja islame. Sa rrite të përshtatet me traditat tona shqiptare, edhe kombëtare? Po, adetët shqiptare të krenaris e të nderit mos mu përshtat dhe këshin pranuar fejë islame dikon 75-80% popullit shqiptar. Dhe më thonë ka arrit mu përshtat, a? Po, janë përshtat ato. Kanë qenë të mirë po. Shqiptaria është bombarduar nga lindja dhe perëndimi. Një fakt për paraqes para opinionit. E sheni këtë dokument? Kamera fotografu e mirë. Gjizue. Nuk është për herë parë që e thamë. 395 anije evropiane kanë bërë shqiptar në Nadal. 1912 dhëtor deri në qershor të vitit 1914. E sheni këta? Të nuk e thëmë, dokumente nuk është shqip, po është në gjuhën sërbe që ju ka pëlqyje që Evropa po organizën bardhjen
e shqiptarëve të religionit islam në shkretirat e Anadollit. Kjo është dokumenti nga vitin 1914. Thuhet, thot, dokumenti vetë, 238.917 shqiptarë që janë bartë në këtu 395 anije. Edhe 40.000 shqiptarë kanë qenë të deportuar me tren. E ata që kanë shkuar kom, ka fakte, jo një, po me miliona dokumente, ku shqiptarët në fushën e Edrenës kanë nejtë në qiellin e hapur 2 vite, dhe fillon lufta e parë botërore, Serbia dhe Mali i Zi e humbin luftën dhe shqiptarët një pjesë e madhe e tyre kthehet në vendin e vet. Shqyqeni tash, 1912 nga Londra, agentët sërbë në krye me Nikola Pashiqin, thënë dërgëni telegrame nga Peja, Gjakova, Prizreni, Dibra, në emër të shqiptarëve dhe thuani se jemi sërbë. Sërbisht në familje flasëm, sërbë e njën vetën dhe nuk do me qenë me vlorën, se Tirana s'ishte kur gjatëre, por do me qenë me Sërbi, pa thonë kush. 1919. Po e njëjta shkollë. Merë dhe shkruan krejt fiset e madhësisë mbi shkollë se ishin katolik, në gjuhën shqipe, pa ditët akur, një dore ka shkruan, edhe ne historian të dim kush është ai. Për bukurie, di me emën, mbi emën, nuk do me a thonë emën këtu në televizion, po thonë libra, thonë këtu. Po, etash. Derisa, këta janë katolik, dhe shkuan gjuhën shqipe, se s'kanë mujtë me rrejt. Për Dibër, krejt shkrimet janë gjuhën arabe me germa arabe. Asë se kanë ditë ata Dibrës, as të atë Prizrenit, as të atë Gjakovës, as Pejes. Për rrafshën e Kosovës, as mos të flasim, ja ku është kjo libër, thull me emra dhe mbi emra. Shpërënsim, shpërngulje, shfarosje e shqiptarve. Bile kanë pas kryqin këtu me 4 shëja. Apo shef, shpërënsim, shpërngulje, shfarosje e shqiptarve. 4 shëja janë. A këta sërbët e kanë flamur 4 seja. Stalno Sërbius, sloga